Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes me gjithë zemër dhe regjia na sinkronizoi me tingujt e një këngë mjaft të bukur për dashurinë. E unë ju uroj që kjo ditë të mbizotrohet nga dashuria për njerëzit, për punën, për jetën. E ftuara ime e këtij mëngjesi është doktore e shkencave Megi Vjerda Shllaku, si pedagoge dhe si psikologe klinike. Prej vitesh ajo I është përkushtuar fëmijëve të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik. Përvoja direkte me këto fëmijë, por edhe studimet e filluara doktorale në Rom I kanë dhënë një hapësirë të madhe mendimi dhe veprimi, I kanë dhënë një përvojë dhe kanë bindur ecurinë e saj se fokusi në këtë marrëdhënie duhet të jenë prindrit dhe familjet. Dhe fruti I kësaj pune është libri I saj Unë jam Aroni, nuk jam budalla, udhërrëfyes për prindrit për të ecur me autizmin botuar së fundmi. Duke shfletuar këtë libër, I cili ka shembuj, përvoja, trajtime të mjaft të rasteve, bindesh se është shumë e rëndësishme që jetën ta jetosh me zemër, të kuptosh dhe të mendosh shumë gjatë për shumë çka që ndodh edhe ta mbështesësh çdo hap me dashuri. Mirëmëngjes, profesoresh Megi. Mirëmëngjes Merita, faleminderit shumë për këtë prezantim kaq të bukur dhe për ftesën. Më detyron prania juaj, ecuria juaj, përkushtimi juaj, dashuria juaj për sferën të cilën ju tashmë e zotroni me plot pasion. Faleminderit shumë. Ja dhe libri juaj. Tashmë produkti juaj nuk e di se çfarë përbën për ju, por natyrisht do të ketë pasur një indicje, një shkak, një hap të parë për ta hedhur në faqen e parë deri tek e fundit. Ky është pikësparë një libër zemrit. Unë sigurisht jam profesoresh në universitet dhe ndërtoj edhe leksionet e mia akademike, por kam menduar që nuk është e mjaftueshme. Kam menduar që përtej asaj që ne jena në një auditor, është e rëndësishme të shkojmë tek njerëzit. Të shkojmë të përvojat e tyne, të shkojmë të njësitë e tyne, të shkojmë të ajo që në të vërtet pasqyron edhe realitetin që qëndron për te çdo shkencë, që sigurisht e përqafon edhe shkencën, por edhe e ban më njerëzore, edhe e ban më të kuptueshme, edhe e ban më të drejtume të njerëzit. Kështu që ky libër përfaqëson për mua një projekt zemre, unë e kam thënë gjithmonë kështu, që në momentin e parë që kam pas idenë për me shkru. Si nisët? Nisi në fakt prej pyetjeve që mbashin prind në mënyrë të vazhdueshme. Do të thënë, unë në eksperiencën time jam ndej shpeshherë me pyetje nga më të ndryshme. Ndoshta edhe prind që I njoh ose prind që nuk I njoh. Dhe ndërkohë që unë I kthesha përgjigje tu konsideru atë që unë mund të kuptosha përmes një qasjeje drejt për drejt ose një qasje tjetër, unë kisha gjithmonë njësinë sikur çdo copës e një përgjigje që mund t'jap nuk është kurrë mjaftueshme për me ndërtu një kuadro gjanë, me ndërtu çdo pjesë që mungon në atë që prindi ka nevojë për me ditë. Dhe të unis prej kësaj, të unis edhe prej, në fakt edhe prej nxitjeve edhe të disa prindve që vërtet më kanë frymëzuar me rrugtimin e tyne, unë mendova që është një mundësi e mirë për me I mbledh këto përvoja që nuk janë vetëm përvoja klinike, po janë edhe përvoja personale të familjeve, janë edhe historitë e tyne, janë edhe nevoja për me vu bashk atë që është shkencore me atë që është njerëzore. Një dimension, unë e theksoj gjithmonë shumë dimensionin njerëzor, sepse
unë para se me kanë profesioniste, jam nanë. Dhe gjithmonë e mendoj një prind tjetër si do të nisha unë në momentin që unë tham diçka, në momentin që unë veproj diçka, si do të nisha unë në vendin e personit tjetër. Për këtë arsye lindi libri. Nuk ka lind para se me kanë nana një djalit vogël, sepse do të kishte këtë faleminderit, do të kishte kanë shumë e varfër ajo që mund të ofrosha pa pas një eksperiencë direkte si prind. Kjo është diçka e jashtëzakonshme. Forca e fëmijës. Ju e shikoni si nën, po njëkohësisht shikoni pas vetes dhe shumë fytyra të tjera, të cilët kanë një dritë në syrin e tyre, dhe ky është fëmia. Respekt për nanat. Është një libër që lindi në hapësirë dhe në kohë. Koha është tani. Hapësira është shqiptare. Sa i nevojshëm ishte konteksti shqiptar, në të vërtetë konteksti shqiptar është pak i varfër në aspektin e shkrimeve në këtë fushë, sepse sigurisht në fushat e tjera kena shumë më tej për mundësi edhe horizont për me lexu. Por në kontekstin e autizmit, shumica e librave që ekzistojnë janë libra të përkthym nga kontekstet e tjera. Mirë, po ajo që noll edhe shkencërisht, edhe në aspektin njerëzor, është që nuk mund të ofrosh diçka që është jashtë kontekstit. Pra nëse unë marr një libër që është shkruar në Amerikë, sigurisht mund të jetë një libër i bukur që mund për mua, që mund pëlqen me lexu, do e mendu tani në perspektivën e prindit. Por është një libër që flet për një kontekst tjetër, është një libër që nuk kontekstualizohet me sfidat, me mundësitë dhe me kontekstin tonë. Sepse çdo vend ka karakteristikat e veta. Shoqëritë kanë karakteristikat e veta. Patjetër. Kështu që libri lindi në, domethënë unë dosha që me kanë një produkt shqiptar, në sensin që me kanë fruti studimeve që kanë bërë shumë studiusa të huaj patjetër, por mu përkthy në realitetin tonë. Domethënë me kanë një libër që një prind shqiptar në momentin që merr një diagnozë rregullimi spektrit autik dhe gjendet konfuz mes gjitha mundësive, mes gjitha vështirësive që ka, mes frikrave që ka, mes asaj që din ose asaj që i prezantohet në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, të ketë një mundësi për mu shoqëruar në këtë proces. Pra domethënë e kam imagjinu prindin, unë nuk mund t'ja marr dorën tonë prindve, sepse unë e di që kjo gjë do të kufizohet e shumë aspekte të jetës time. Por në këtë formë, përmes i librit, unë arrimi i thon prindin që shiko, është dikush me ty që të ndihmon me përzgjedh informacionin që ty të ofrohet, që të ndihmon me kuptu sa hapësina drejtimit ke, që të ndihmon me marrë vendime, pa t'imponu vendime, sepse kjo është ajo që unë kam vuri fatkeqësisht shpeshherë në kontekstin shqiptar. Prindi është, domethënë prindi i beson profesionistit, sepse nuk është i informuar, dhe kjo pastaj sjell shumë pasoja për te dhe për fëmin, sepse kështu nuk din se si me bë zgjedhjet e tij. Kështu që e kam menduar në këtë formë dhe e kam menduar përmes pyetjeve, domethënë përmes pyetjeve dhe përmes përgjigjeve që sigurisht janë të organizuar në kapituj, në mënyrë që me ndërthur përvojën klinike, me studimet, me ndjeshmërinë, me i hap zemrat dhe mendet e njerëzve në momentin që lexojnë këtë libër. Unë e kam shfletuar këtë libër. Ka shumë përkushtim, ka shumë sfida, ka shumë përpjekje. Mbi të gjitha ka shumë dashuri. Për ndrysha nuk do të ishin kaq stoike përpjekjet e prindërve, të profesionistëve, të fëmijëve vetë, për të kapërcy ose për të sfidu shumë nga pengesat ose vështirësitë që ata kanë. Aty, për thirrjes së vërtetës, kam gjetë një zat të butë, që shpesh herë qëndron amël tek veshi, një qëndrim të qetë, tolerant, por dhe hapa ndoshta unë po i quaj të ngadalt, përderisa aty shprehet një durim dhe të cilët janë shumë të qëndrueshëm, gjithmonë hapat e ngadalt janë më të qëndrueshmi. Ku qëndron
mënyra juaj, e cila me sa di forca e kësaj mënyre, e cila fokusohet tek emocionet. Në fakt, unë qasjen e orientume nga emocionet e kam përdorë që në fillimet e mia në profesion. Do me thënë, është një qasje që e kam dashur gjithmonë, sepse është njerëzore, nuk është ngadalë, por është ndërton themelet. Ndërton themelet e një lidhje mes fëmijës dhe prindit. Unë nëse kujtoj, dhe këtu është e paraqitur në një libër, shumë herë pyetja parë që më kanë bërë prind, që në fakt më ka godit shumë, është pyetja a din se jam nana saj, a më don? Pra fëmia, a e din se A din, do të thënë, prindit kishin dyshim sepse nga që spektri autizmit nënkupton fillimisht shpesh edhe një distancë shumë të madhe emocionale, si vështirësi që fëmia ka për me kriju lidhje dhe për me komuniku atë qëllim. Kjo pyetje gjithmonë më ka shty me menu që shiko se nofshta nuk është vetëm çështje objektive, është të natyrës, din me numru, din me thonë gjyrat, etj. Vështirësia më madhe e personave në spektër është ndërveprimi. Dhe ndërveprimi është baza mbi cilën ndërtohet çdo kompetencë tjetër. Këtë sigurisht nuk e tham unë, e thonë studimet, e thot praktika klinike, e thonë shumë aspekte. Por është një intuita jamja që më ka qenë gjithmonë me menu që nëse ne nuk përpiqena për me punu me emocionet e prindve dhe të fëmijëve si një komponent bazë i ndërtimit çdo gjëje tjetër, çdo gjë që ne mësojmë, çdo gjë që tentojmë i mësu aty, se për hir të vërtet një fëmijë mund mësojnë edhe me detyrim. Por nuk mëson, riprodhon. Do të thënë, është ndryshe procesi i mësumit dhe ndryshe procesi i riprodhimit. Riprodhimi është është momental, është diçka që në një kohë caktuar bën sens në një kontekst, por nuk kthehet kurrë në një veprimtari përtej atij kontekstit. Dhe shumë prind kanë bashkëndalë dhe përvojat e tyne të shpjegu që shiko se unë e di se i din në këtë kontekst, por mu nuk mi ka thënë kurrë. Atëherë kjo më ka bërë gjithmonë me menu që ndoshta nuk është e mjaftueshme që na vetëm me tentu me vendos konceptet në mendjen e një fëmie. Ndoshta është e nevojshme që me fillu me kriju bazat, me kriju lidhjen, me kriju komunikimin, që pastaj si frut i komunikimit me ekzistu çdo kompetencë që fitohet mbrapa. Kështu që qasja e orientuar te emocionet nuk është një qasje nuk është një qasje që lën mas dore të objektivat, është një qasje që e fillon prej aty ku nis, dhe kjo që po them konkretizohet edhe në studimin tim doktoraturës, diçka që unë e kam prek me dorë, se studimi ka qenë eksperimental, dhe kam pa se si fal një ndihmet që i jep familjeve për me kriju lidhje, për me kuptu emocionet e njëri tjetrit, për me ditë se si me reagu përballë emocioneve të fëmijës, jo të e pa thjesht si një sjellje, por të e pa si diçka që vlon brenda personit dhe që mund të ketë një kontekst jashtëm ose të brendshëm që nikon. Kjo gjë më ka bë pastaj me vërtetu edhe shkencërisht që nëse nuk kena punu me emocionet e familjes, nuk mundena me ndërtu asnjëherë diçka që është afatgjat dhe që i shërben fëmijës përtej një konteksti terapeutik ose një konteksti që është më i ngushtë se saj familjar, shkollor e tjerë. Pra domethënë për mua është sigurisht intuit, por është edhe diçka që unë e kam prek me dorë dhe e kam pa të ndodh dhe e kam verifikuar dhe shkencërisht këtë gjë. Kështu që për këtë e kam zgjallë shumë më përpara se studimi, por e kam pa tu konkretizu edhe në përvojat e mëvonshme. Ky libër është për profesionistët apo për prindërit? Tani, libri është menu, unë ndërkohë që kam shkruar, kam menu për secilin në mënyra të ndryshme. Unë mendoj se libri është i drejtuar për prind, pra fokusi kryesor janë ata, por ndërkohë që kam shkruar për shkollën dhe për terapinë, si pjesë integruese e librit, unë kam menu edhe për çdo stimuj që ka ardhur
edhe prej kolegëve. Do të thënë, për hir të vërtetës, un kam kolegë shumë të përgatitur, edhe ndonjëherë edhe ata vetë kanë shpreh dilemat e tyre ose kena diskutuar mes kolegësh për dilemat rreth tyre. Pra është fruti një akumulimi profesional. Është fruti një akumulimi profesional. Ajo që kam menduar mbasi e kam shkruar librin, ka kanë që unë mendoj se secili njeri që ka me lexu në këndvështrimin e vet. Pra, i njëjti libër nuk mendoj se ka mi dhënë të njëjtin impakt dhe të njëjtin mesazh secilit person. Po një prind, sepse prindi është ju vetë insistoni tek prindi dhe pikërisht mbështetjen kryesore e vlerësoni prindin. Po. Fëmia është i prindit. Kudo, në çfarë do stadi zhvillimor qoftë, edhe një gjeni të jetë, fëmia është i prindit. Patjetër. Dhe ajo që ne bëjmë nuk është kurrë mjaftueshme krahasuar me atë që mund të ndodhin në familje. Desha me theksua një aspekt tjetër, un kam parë që prind gjykohen shumë. Dhe kjo ka kanë edhe një shtys tjetër përveç dilemave. Kam një eksperjenca dhe bashkëndare që më kanë prek thellë. Prind që gjykohen, fëmijë që thuhet se nuk bëhen, prind që një farë mënyre fajsohen për një gjendje që fëmia mundet me pasi një moment caktuar, dhe kjo më ka prek thellë. Më ka prek thellë si profesioniste, po më ka prek thellë edhe si prind, pra si prind përballë një prindi tjetër. Në fakt prindi është burim e curijet, burim i gjithçka që mundën me ndërtu me fëmin. Sigurisht çdo prind nuk është i pagabueshëm, unë e para. Domethënë unë nuk mendoj se asnjëri prej nesh është i pagabueshëm, është perfekt në prindërim, ban gjithmonë gjën e duhur, merr gjithmonë vendimin e duhur. Ne jena njerëz dhe si tillë kena gjithë gabimet tona. Por unë mendoj se ajo që na dallon si profesionist është ç'a bëjmë, masi kuptojmë se vërtet mund të ketë ndodhur diçka që ndoshta fëmijën edhe ka kthyr mbrapsht. A ja marrim dorën e atij personi dhe i tregojmë se si mori ngrit, apo thjesht dona me shpreh që na dina diçka dhe i fundosim më keq. Do të thënë, kjo është ajo që unë jam shumë e ndjeshme. Të gjykosh është shumë e thjeshtë, por ne si profesionist nuk jena thirrur me gjyku. Ne jena thirrur me mbështet, ne jena thirrur me marr situatën aty ku e gjejmë dhe me ndërtu prej aty ku e gjejmë. Jo te ajo që ndoshta kena menduar se duhet mos sjell ose që prindi duhet me vepru, por prej aty ku prindi është, me gjithë gabimet e tij, me gjithë vështirësitë e tij, nuk është e thjeshtë për një prind me marr një diagnozë që i ndryshon këtë mënyrën se si e ka imagjinu fëmin e vetë, sepse kjo është pjesa më e vështirë për mendimin tim. Pra ti imagjinon një fëmijë dhe ke një fëmijë tjetër, që sigurisht ka shumë resurse, ka shumë gjëra që me kohën i zbulon, por për momentin asnjë prind nuk mendoj se është imun ndaj asaj që i ndryshon pritshmëria dhe si mund të shërbejë një prindi në përditshmëri në raste të ndryshme të përditshmërisë së tij ky libër. Libra shumë praktik. Është me një gjuhë thjesht, jo akademike. Jam munduar me kthy koncepte që janë pak të komplikume dhe që në auditor i shpjegojmë me situata dhe me ngjarje që janë shumë thjeshta për me kuptu. Unë kam imagjinu të e marr këtë libër në dorë si një prind intelektual, si një prind që punon tokën. Sepse mendoj se secili ka nevojë me pas një mundësi për me kuptu. Ne gjejmë shpesh raporte me gjuhë të vështirë, komunikime me gjuhë të vështirë, që sigurisht është teknike, por prindi ndonjëherë ka nevojë me zbërthy atë që i ne ty thënë, ka nevojë me kuptu ç'a mundet ai me bë praktikisht. Kështu që ky libër është i menduar për me ndihmu prindin praktikisht. Pra për me ndihmu që jam përpara kësaj situate, sigurisht do të kërkoj ndihmën e një profesionisti, sepse ka disa situata që janë shumë më të komplikuara se sa ata që paraqiten, por ama di se si të mendoj, di se si të orientohem, di se si të kuptoj, nëse është di të paktën që nuk duhet me bë, domethënë e kam një stimul fillestar që unë me kuptu se si me vepru në dinamikat familjare, se si me vepru në shkollë, se si me vepru në familje, se si me vepru në terapi, se si mu orientun se cilën prej fazave që kam e kalu. Gjithmonë të perceptu ndjeshmërinë edhe ndihmën emocionale që ka nevojë në këtë fazë. Ky libër
ka shumë histori, shumë emra, natyrisht nuk janë emra të reala, po jo, janë pseudonime. Përveç Aronit të titullit. Përveç Aronit. Që kam me lejnë e Aronit dhe me lejnë e prindve ti. Ka shumë situata, ka shumë ngjarje, që ai që lexon patjetër që e ushqen dhe zhvillon ndjenjën shumë njerëzore të empatisë. Janë romane të familjeve, të fëmijëve, të prindërve. Si mund të përshkruash me pak fjalë këto situata njerëzore, por që i kalojnë kufijtë e sakrificave normale? Në fakt, se cila për pjesëve që unë kam shkruar në libër, është ngjarje që konoll realisht. Do me thënë, pavarësisht se janë copëzat personave të ndryshëm, janë përjetime, janë njësi që prindi kanë shpreh me mua, që janë shpreh një farë mënyre në komunitet. Janë ngjarje, janë episode, janë disa aspekte që prindit i lanë shumë gjurmë. Po marrë shembull, një fëmijët, imagjinoni një prind që ka marrë një diagnozë çrregullimi spektrit autik dhe ka përballë një person që i thotë shiko se çado që të bash me këtë fëmijë nuk ka me ecë kurr. Tani do me thënë, unë e mendoj me mnoll mu, do me thënë gjithmonë se cilën për episodeve kam mendu po si kur të mnoll të mu diçka e tillë. Unë nuk, sado që unë jam për shembull në ardhmen, unë mund të gjendem, mund të kem një fëmijë me aftësi ndryshe, sepse jetës nuk i dihet. Dhe mendoja vedin, do me thënë, imagjino me këtë informacion që unë kam sot, edhe nëse një profesionist do të më kishte thënë shiko se fëmia jot nuk bëhet, ti si prind je i shokum. Pra je i tronditun dhe unë kam dashur këtë libër me ardha dhe tronditja. Jo si tronditje, jo si dëshirë, jo si fundosje, po për me kuptu realisht se sa pesh kanë fjalët tona. Për me kuptu realisht se sa e vështirë është për dikën nëse ne nuk masim fjalën tonë. Për me kuptu që objektive dhe subjektive janë dy gjëra që shënojnë bashkë, ne nuk mund ta dimë se çfarë të ardhmet ka një fëmijë, asnjëri prej nesh. Dhe profesionisti është ai që merr të sotmen, që shef, që kupton, që gjen mënyrën se si ky fëmijë mundet me bë një hap përpara. Në fakt, si me pak fjalë, sepse ju keni shpjeguar shumë bukur që këto fëmijë edhe në titull nuk janë budalla, përkundrazi truri funksionon në një mënyrë të veçantë ndryshe dhe ata përjetojnë çdo gjë real apo jo? Patjetër. Unë nuk do ta shpjegoj titullin sepse do ta lë të promovimi është pak më e zgjeruar dhe kam shumë dëshirë që atje më bashkëndash shumë sepse është ky titull, por fjala budalla nuk është përdorur rastisht. Është përdorur si një pasqyrë e asaj që shpesh shoqënia mendon. Sepse libri nuk synon vetëm me ndihmu. Sigurisht është ky qëllimi kryesor. Libri synon edhe me ndërgjegjësu shoqëninë. Ndihmon edhe për me i thënë shiko se i shtu është ajo që perceptojnë personat, i shtu njihen personat. Asnjë fëmijë në spektër nuk është budalla, asnjë fëmijë me prapametje, me çfarëdo lloj diagnoze tjetër nuk është budalla. Është një person që funksionon ndryshe. Është një person që na kërkon ne të modifikohena për me kuptu botën e tij. Dhe jo ta kërkojmë atë ta përshtasim me detyrim me atë që është realiteti i personave neurotipik. Kështu që libri është një ftesë për me njohur diversitetin, nuk është një luftë ndaj autizmit. Unë kam thënë shpesh fjalën luftë. Luftë është për familjes që përballen me shërbimet, me vështirësitë, me sfidat. Aty është lufta. Lufta nuk është autizmi. Lufta është ajo që ne na duhet me ndihmu edhe shoqëninë për me kuptu që çdo mendje ka vlerën e vet dhe që me shumë pak modifikim të realiteteve tona na mundena me kuptu këtë gjë që unë kam pasur shumë vite të ndodh.
Pra unë kam pasë si kur fëmija njetë i pranum, si kur fëmija njetë i dashtun, si në momentin që familja gjenë mrena vedit burimin për me te i kalu çdo sfid, aty në ullin gjana shumë me vlerë. Dhe ne zbulojmë një botë tjetër, që është një botë që unë e kam zbulu shumë vite, dhe që vazhdoj e zbuloj, dhe është edhe një botë që edhe familja mëson me zbulu, edhe komuniteti edhe shkolla. Po kjo gjë nuk mund të nollin kur na thona jena përballë një të panjohures dhe nuk du me e njoftë. Sepse ajo që në shpeshherë është pikërisht kjo. Kam një fëmijë në klasë në Spektër që është aty, në fund bankave me mësuesin e vetëdhimse, mu më intereson me realizu programin e ditës, atëherë unë nuk marr mundimin për me u afru, me kuptu, me ditë si funksionon mendja e tij. Nuk kam kuriozitet për me njoft njeriun. Dhe kjo për mendimin tim është lufta. Lufta është me këto barrierat, lufta nuk është me autizmin, sepse autizmi është një, sigurisht ka sfidat e veta, ka vështirësitë e veta, prind jetojnë shumë episode, po shumë prej sjelljeve të fëmijëve janë reagim ndaj mjedisit, nuk janë fruti autizmit. Libri shërben për me thyë dhe mitet, domethënë disa mite që edhe në jetën e përditshme i kemi has shpesh, për shembull që persona me autizëm janë agresiv. Por cili për nesh nuk do të reagonte po t'ishte në një mjedis ku nuk shihet, ku nuk kuptohet, ku nuk ka hapësinë për te. Cili për nesh do t'kishte ndaj i qetë dhe pranus ndaj izolimit që na bën shoqënia. Pikrisht qasja juaj është emocionet, fokusi. E ushqeni këtë oazë njerëzor, e bani që ta keni në vëmendje. Ka kontradikta për këtë dhe ka paragjykime që unë i kam has shumë shpesh. Ka paragjykime sepse kulturalisht ne ka fillu me në shumë kohë, se unë kam vorë këtë gjë, por kulturalisht ne jena shumë të prirur drejt rezultatit final. Pra, dhe me thanë shumë herë, prind nga që kanë edhe vështirësi për me pranu autizmin, shkollat nga që kanë vështirësi me ditë si me drejtu situatën, kërkojnë që fëmija t'jetë më pa kaotik. Dhe me thanë, kërkojnë që jo të modifikohen e na, po të prodhojnë një rezultat që është një rezultat shumë i shpejt. Ashtu se që është edhe një parim tjetër jetësor, fitimi sa më i shpejt. Mirë po qanol, në qasje tradicionale, se cila qasje ka anë pozitive dhe anë negative, sepse nuk ka se ka një qasje që është perfekte në gjithë shka. Megjithatë, në qasje tradicionale, ne shpesherë synohet arritja një rezultati në njëherë mekanik. Për shembull, fëmijët e Spektrit kanë shumë memorie vizive. Nëse i shfaq shpesh kartat, ata mundën me fiksu shumë elemente, një kartet. Mirë po, qanol, kur fëmija njeh karrigen, po marr një shembull konkret, kur fëmija njeh karrigen në kartë, por nuk e din se ashtu në karrike, ajo është një mësim mekanik. Pra i njeh një imazh, sepse është aftësia e tij për me njoft, jo aftësia jonë si terapist për me bë me njoft, por nuk din me konkretizu diçka në kontekstin e vet. Tani, nëse e masim si rezultat faktin që fëmija e identifikon, por nuk e identifikon jetën e përditshme, atij fëmijë kjo kompetencë nuk i duhet në jetën e përditshme, sepse nuk i kryen një funksion, nuk është funksional praktik. Qasja e bazuar te emocionet, ndryshe nga qasjet tradicionale, synon mësimin e natyrshëm. Pra, synon që sigurisht të përdor teknikat kombinume dhe teknikat janë shumë të pasuna, por nuk synon që fëmija me thonë karrige ku identifikon. Synon që fëmija me njoft vedin, me njoft mënyrën se si jetaj, me mësu për mes prindit me njoft eksperiencat e jetës përditshme. Pra, do me thonë, është një rrugë më e tërthort që kanë fokus jo vetëm fëmijën, por kanë fokus edhe prindin, me qëllimin që kjo që fëmija mëson, me kanë afat gjatë, me kanë diçka që nuk myllët sa po fëmija myll derën e një dhome terapie. Vazhdon familje,
vazhdon në shkollë, vazhdon në komunitet. Si qëndron kjo metodë krahas metodave të tjera më tradicionale? Është një formë, më shumë se sa metodë është një qasje, se metodë është diçka që është vetëm teknike, por është një qasje shumë më e gjanë. Është një qasje që është më e re në kohë krahasu me qasje tradicionale, por edhe më e përshtatën me stilin e edukimit që na kena aktualisht në shoqëri. Sepse stili i edukimit sot në nivel global janë qasjet e buta, janë qasje që nuk detyrojnë, janë qasje që kuptojnë. Një keq kuptim është që po mirë, po mendoj të shenë nga ana tjetër. Një person mund të thotë që okay, po nëse mund ta lëm fëmin me bë çfarë dën, dhe në fakt nuk është kjo ideja e qasjes. Ideja e qasjes është që ne nisena nga sinjale që fëmia na jep dhe ndërtojmë rrugën bashkë me te prej këtyre sinjaleve. Pra kjo qasje drejtohet nga fëmijët. Pra, domethënë nga interesat e fëmijës, nga stimujt, dhe në këtë qasje prindi stërvitet shumë për me e pa fëmin e vet. Pra, domethënë prindi nuk është një zbatues praktik i këshillave. Prindi fillon e ndërton. Unë kam pa prindër vite që sepse unë mas kështu aftësinë ose një farë mënyrë rezultatin. Unë mas si fillon e bash ti si terapist në kohë. Pra, nëse ti fillon e bash i pa dobishëm, je shumë mirë, sepse tregon që familja është fuqizuar për me mujt me vepru vetë. Domethënë, kështu e kam marrë gjithmonë për të pjesë objektivave. Pra, se më thënë, kur e kam pa prindin që ka filluar me marrë vendime vetë, kur kam pa prindin që ka filluar me analizu situatat vetë, kur kam pa prindin që ka filluar me gjetë zgjidhje vetë, aty filloj e kuptoj që shiko realisht është bën një punë mirë edhe me fëmijën edhe me prindin, sepse në fundit fëmia do të jetojnë familje, do të jetojnë komunitet, nuk do të rrinë gjithë jetën në një proces terapie. Dhe kjo gjë në kupton që ne t'i bëjmë të aftë dhe të pavarur për jetën e tyre. Të mundu gjithmonë më shumë që prindi me kanë ai personi që e mban timonin, sigurisht mbështetet, terapisti është aty kur ka nevojë, patjetër, por nuk është timonin dorën e terapistit, realisht është në dorën e prindit, sepse ai kalon shumë më shumë kohë dhe efektet janë shumë më të mëdha kur prindi fillon e aktivizohet në këtë proces. Nëse një prind do të merrte një ide shumë thelbësore nga ky libër, cila do të ishte? Unë fakt mendova për pjesën që në fundit e kam vullë këtu mrapa, që është në një botë që të kërkon me rregullu fëmin tanë, unë të ftoj me njoftë. Dhe me thanë, kjo është për mu thelbi i çdo gjaje të shkruar në këtë libër. Unë nuk synoj që prind njohin vetëm autizmin, unë synoj që përmes librit prind njohin edhe veten, njohin përjetimet e tyre, njohin kontekstin, të mësojnë me lexu situatat që i paraqiten përpara. Dhe sigurisht punojnë me fëmijën, sepse është e rëndësishme që fëmia me arrit edhe disa aspekte zhvillimi që janë të rëndësishme. Por të mësojnë me punu edhe me komunitetin, mësojnë edhe të bëhet edhe burim i ndryshimit social. Unë nëse mendoj se mund ta bëjnë ndryshimin dikush, për mund ta bëjnë vetëm prind, sepse janë të vetmit që vërtet janë të shtym prej përvojave tyne për me bën një impakt. Dhe unë kam pas shumë mama të e bë gjë vitet e fundit edhe më shumë. Janë shembuj në këtë libër. Natyrisht ky është një libër sfidues. Asgjë nuk është me komfort. Çdo gjë është me përpjekje, me mobilizim, me nxitje të brendshme, pa shprehur alarm. Një profesioniste nuk shkon për të ndajë në karrige me subjektin, por detyrohet edhe është shumë e rëndësishme me ne afër në karrige e qetë kur përmendon ndoshta shumë çka. Ju vetë, si nan, si qytetare, si grua, si ndjeni? Njësit janë shumë tani fakt. Sepse mund të lodhesh për diçka që thua, sa e bukur është kjo pikturë e Rita, por në këtë rast ka diçka tjetër. Unë e shoh këtë libër si vetëm një hap.
Unë jam një njeri që krijoj shumë, do me thënë në sensin që çdo hap që unë baj e shoh si një hap për komunitetin, më shumë se sa si hap personal. Por megjithatë çdo gjë që un kam jetu përmes shkrimit të këtij librit, çdo gjë që un kam bashkënda me familjet edhe me prind, më ka emocionu shumë. A i mbartja përfshiheni personalisht? Më ka ndodhur disa herë që gjatë shkrimit pjesëve të librit me u përlot. Me përlot edhe unë që jam të e shkru. Sepse sigurisht kur jam në një situatë që prindi ka një vështirësi caktuar emocionale, sigurisht përpiqem me kanë sa më e komunikueshme me ta dhe përpiqem edhe me punu me emocionet e mia në mënyrë që t'i bëhem ndihmë, pra të mos i bëhem nga case prindit në atë moment. Por ndërkohë që po shkruasha me laptopin tem episode të caktuara, unë jam përlot sepse unë e di se sa mund kanë bërë ata emocionalisht edhe për me mrit mi thënë ata gjëra. Për shembull, Arta Simoni, pasi unë shkruva dhe dëshiroj me nda këtë gjallë publikisht, është nana një vajzë inspektor, dhe ka kanë pjesë e shkollës prindërimit, një iniciativë që unë kam marrë para një vitit. Kur unë kam shkruar këtë librin, do të thënë kur unë mendosha se kam shkruar edhe një kapitull të librit, pati një moment që unë nala, edhe mendova që kam shkruar mjaftueshëm. E nisha që mungon diçka, e nisha që sado që zani jem si profesioniste, por edhe zani jem si nanë, sepse në fundit unë kam shpjegu në libër edhe episodet mijat që nuk ka lidhje me një fëmijë me spektër, por janë qësësi një pjesë e përjetimit të një prindi përballë një prindi tjetër. E kuptova që është momenti për me i dhënë zë një prindit, me i dhënë zë të vërtet, një zë që ka pesh në secilën në kapitullin e fundit. Atëherë kontaktova Artën. Arta është një person me shumë botë. Dy janë personat që janë të përmendur në libër me emën, është Arta dhe Celestina. Celestina është nana Merlin, që ajo është një person që në rrjetet sociale ka bërë shumë punë edhe shumë përpjekje për me ndërgjegjësu familjet shqiptare, por Arta është ajo që ka dhënë dëshminë e saj. Unë kam dashur që libri mos me marru me mu, kam dashur që libri me marru me prindin, sepse ne nuk mund të flasim për prind pa fol me prind. Po ju dëgjoj me shumë vëmendje, natyrisht dhe me shumë admirim për përkushtimin tuaj njerëzor, edhe këtu po e kuptoj pse studentët tuaj nuk mungojnë asnjëherë në leksione në sallat tuaja. Falenderoj shumë. Faleminderit. Ky është një libër që i kushtohet fëmijëve, por jeta nuk mbaron me fëmirin. Jeta vazhdon me sfida të tjera, me stade të tjera, me hapa të tjerë. Si e mendoni këtë? Tu nis për librit, po të mos dosh munal të libri, kur unë kam shkru etapat që kalon një familje dhe në një farë mënyrë në bashkëtesën me autizmin, jam nalë edhe të adoleshenca dhe të mosha arritun. Dy hapa që në perceptimin tem janë akoma të pa zhvilluar në kontekstin tonë. Sigurisht kjo më krijon nxitjen brenda meje që me menu edhe për këtë moment. Fillimisht me menu përmes një libër, përmes një diçkaje që unë mund ta ofroj si pasojë e përvojave që unë kam, por tu menu edhe si një hap të parë për me ndërgjegjësu shoqërinë që nuk marron gjithçka 12 vjeç. Kam pas shumë eksperjenca komunikimit me prind, ku në moshën 12-13 vjeçe masi kishte ekzistu gjithçka në jetën e një fëmije me spektër, gjanat mbyllen. Pra do të ka një derë që në atë moment që ka kanë hapur mbyllet. Dhe familja gjan vedin në boshllëk.
e gjen vedin në një çfarë drejtimi do të marrin ky person. Domethënë si mundet të mu integru në jetën e tij, si mundet dhe ajo që prind domethënë pyetja që mua më vret më shumë është kur prind thonë po manaj. Po kur unë bëhemi më shumë, po që ka me nëllë më nej. Dhe me thane është një angth që për një e ka dhe për njërës vërtet është një angth që është real, sepse në një shoqni ku gjanat myllen 12 vjeç, sigurisht është një angth real. Pra është një njësi angthi që bazohet edhe në një realitet jashtëm. Për këtë them, hapi i parë është me njerëzit me kuptu që autizmi është neurodiversitet. Kur na kuptojmë që autizmi është neurodiversitet, ne arrijmë mi bë vend fëmijë se në gjimnaz, ne arrijmë që është tashmë një adoleshent, ne arrijmë edhe me punësu, ne arrijmë edhe me kriju rrethana tjera shumë lehtësuese atij dhe familjes. Por këtë gjë nuk mund ta bëjmë nëse nuk fillojmë me ndryshu mentalitetin, sepse mentaliteti është një barrierë që na kena, që nuk lejon që personat me kanë autonom. Ne i mësojmë autonominë, por nëse nuk i japim mundësinë me punu, si ka me kriju autonominë e vetë. Nëse ai nuk mëson me menaxhu paran, nëse nuk mëson me jetu në përditshmërinë e vet, si ka me jetu autonominë e vet. Që na ka shërbyta në punë që kena bën kohë, nëse nuk kthehet në një fryt që mundet në mandobinë. Puna vazhdon, kështu që sigurisht nuk janë tana në këtë libër sepse unë të paktën me mëj edhe për gjëra të tjera. Por është një fillesë e diçkaje që ndoshta në kohë mundet mu kthy dhe mu transformu në diçka edhe më të vlefshme për komunitetin. Mendimi perspektivë është gjithmonë një mendim shumë përparimtar, edhe shumë i nevojshëm, madje për shoqërinë tonë që nganjëherë harron të sotmen për të mbërrit të ardhmen. Me hapa galopant. Ky libër është një libër shumë i veçantë për nga gjuha e përdorur, shumë e thjeshtë, por edhe nga mënyra e të shkruarit. Dhe i dua t'ju përgëzoj për shkrimet që keni ba. Shpeshherë më ngjanit me shkrimtar, me emër, por shpeshherë më ngjanit me fjalë zemre të atyre njerëzve krejt të thjesht, të cilët natyrisht përjetojnë situata nga më të ndryshme. Ju do t'i bëni një promovim të libri, së shpejti. Së shpejti, të shtumen, ka me kanë në orën 11, të auditori shkollës Pjetër Mërshkalla, do t'jetë një promovim zemrët edhe aty, në sensin që përveç se si diçka që do bashkëndaj unë, e ka menu dhe si një mundësi për me kanë prezent prind, familje, mësuesa, do me thonë të përfshi edhe personat ndryshëm në mënyrë që dhe është i hapun në sensin që nëse dikush edhe pse nuk më njeh personalisht ose është prind ose ka një dëshirë për me mu pasuru përmes kësaj eksperience, unë e kam menduar si eksperiencë shpirtënore. Për mua është promovim shpirtënor, më shumë se sa protokoll, nuk ka protokoll. Kur ja keni dhënë dikuj këtë libër që për ju është pak i veçantë, çfarë keni ndjerë? Unë ja kam lanë familjes teme edhe dy Celestins që e përmenda që ja kam nisë në format elektronik sepse ajo vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do e marrin fizikisht kur të vinë dhe Artes që ka shkruar dy personazheve shumë të rëndësishëm dhe nuk e di, unë kam pa një ndërqim në sytë e njerëzve, ndoshta nuk gjej fjalë të duhura për me përshkru, por kur unë ja kam dhënë njerëzve në dorë, i kanë ndërqu sytë, edhe kjo më ka bë me menu që
Si thënë, jam të bë diçka të mirë për komunitetin, jam të ofruar atë që një, atë që di me modesti, nuk është ka shumë gjëra tjera që në kohë mund të shtohen edhe mund të pasurohen, sepse unë e shoh vetin si një person në ecje, jo si një person që ka mrit kush e di se ç'a, por domethënë si një unë du me po dritë në sytë e njerëz edhe atë ditë. Domethënë unë një gjë e bukur që arta për shembull aty bë këtë ditë në Tiranë dhe unë shpresoj që të mundem me realizu, nuk e di se kur kam arrit me realizu, është që është të i taku njerëzit për mi dha librin. Domethënë është të bë kontakt direkt me njerëz dhe është të një sobza, është të marr pjesë historiet. Dhe kjo për mua nuk është një libër për mua vendos, për mua është një mision. Gjatë gjithë bisedës ndjeva shumë dashuri. Dhe kjo është ndjenja më e fuqishme njerëzore. Nëse një punë bëhet me dashuri, ajo është një oazë i mrekullueshëm shpirtëror. Ky është libri. Unë jam Aroni, nuk jam budalla. Udhë rrëfyes për prindrit për të ecur me autizmin. Profesore Shmeki, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe në emër të atyre që na kanë ndjekur dhe ju uroj vetëm mbarësi në rrugtimin tuaj, në misionin tuaj. Faleminderit shumë.